Sot, mes vjetëve, kam deri të kem Teutën. Një nga femrat e suksesshme shqiptare, një shembull për shoqërinë shqiptare në diasporë, një grua e mirë integruar dhe një motiv për të mos hequr kurrë nga ëndrat e juaja. Kush është Teuta për ato që nuk të njohin? Po, unë jam Teuta Gashi, jam e lindur në Prishtinë në vitin 1969. Jam nga një familje modeste, nga prindrit e shkolluar dhe kam jetuar në Prishtinë për 22 vite. E kam kryer shkollën e fillore, shkollën e mesme dhe kam qenë tepër një fëmijë, pasi kështu ashtu kam qenë fëmiu i parë Në familje, edhe si vajzë. Ka qenë një gëzim shumë i madh, se te ne e dini si jemi na shqiptarët. në mentalitet dhe në pritjen. Mentalitet, po, prindët e mi, sidomos babin e kom pas shok, jo vetëm bab, ka qenë tepër i gëzuar. Edhe gjatë rrugtimit tim të fëmijërisë, kam qenë shumë aktive. Kam lujt basket, i kam shu pianos, kam Shumë qenë talente, në vallëtare, gjithë kohë. edhe kam qenë një person tepër i angazhuar. Kam qenë në kurrin e radio televizionit të Prishtinës për 11 vite, edhe si pasion e kam pas gjithmonë artiste, këngëtare, vallëzimin, si fëmijë, si tinejdgjere, si adoleshente. Jeta jeme në Kosovë edhe në Prishtinë, ju e dini, na kemi qenë një vend komunist, por fëminin edhe rinin e kam pas tepër të lumtur. Unë shumica kur e përmend vetëm komunizmin, e ka një si frikë, wow, komunist kanë qenë të rrept, por jo, në të vërtet, një gjeneratë, domethënë kemi qenë një gjeneratë e artë, i kemi pas gjitha drejtat. Drejtën e shkollimit, drejtën e hobit, drejtën e gjuhës shqipe, drejtën e punësimit, domethënë gjitha drejtat. Kur këtu kisha pas dëshirë me cikë drejtën që e kemi pas, ka qenë pasaporti jonë, Jugoslav, kemi pas drejtë të shkojmë pa asnjë vize ta shetisim tërë botën. Kështu që unë pushimet me prindët e mi i kemi ba gjithmonë në Greqi për 17 vite me radhë. Për Jugosllavinë nuk kem çka me fol, ka qenë një vend tepër i bukur, edhe ato, si thash, kisha pas qef me cek që dhe me thonë nuk kemi pas pengesë ta shetisim tërë botën me pasaportin Jugoslav. Nga Kosova, nga gjithë këto ëndra ndërtuara, në emigrim, si lindi pjesa e iniciativës për të emigruar dhe si e nisët etapat e pare të emigrimit në Gjermani? Dhe pse Gjermania konkretisht? Vitin 92, unë kam punuar, jam martuar, do më thonë në vitin 88, dhe e kam martuar dashurinë e jetës time, që jemi që përmi 30 vite... Akoma sot jeni për marshalla. Faleminderit. Të si i keq. I kam pas 2 fëmijë, do më thonë i linda 2 djemë, dhe kam filluar të punoj në komunë si ofiqare. Aty filluan 89-90, filluan krizat e luftës, trazirat, edhe filloi edhe lufta. Kështu që vitin 92, shoku ka punu në radio televizion, unë si që thash kam punuar në komu, edhe filluan sërbt t'i shkarkojnë shqiptarët nga pozitat e punës. Unë isha vetëm 22 vjeçare dhe ëndra ime përfundoi aty, se unë e kam pas regjistruar dhe fakultetin e ekonomisë. Ëndra ime ka qenë mu bë juriste, me qenë advokate apo gjykatëse, po si e thash, normal që filloi lufta edhe filluan mendimet çdo të bëjmë. Ne ishim tepër të ri, edhe me familjar duke biseduar të emigrojmë, ishin edhe shumica e shqiptarëve që ishte një valë tepër e madhe që emigruan, jo vetëm edhe shqiptarë, gjithë Jugoslavët, po Kroatë, Bosnës dhe këto. Dhe
vendosëm unë edhe buri për me emigruar. Gjermania nuk ka qenë pika që kemi pas dëshirë të emigrojmë, po ajo vala e fundit që shkojshin autobusat për në emigrim ishin vetëm për Gjermani. Ju mori rrjedha dhe ju. Edhe ashtu si një val. Une kur nuk e harroj atë ditë kur kemi emigruar se djali ka pas 2 vjet e gjys, edhe i vogli ka qenë 3 muaj. Kur kemi hyp në autobus na fillu me çajt se lamtumira ka qenë tepër e vështirë. Edhe djali pyeti tha, mami tha, pse po qani? Tha, ti po më ke thënë tërë kohën që po shkojmë pushime. Po edhe gjyshi, pse po qanë edhe gjyshja? Tha, ti ke thënë se ata do të vinë, gjithë kemi shku bashkë në pushime. Ishte dimër, ishte janar, ishte tepër ftoftë. Thash, po mami, po e din, na kur nuk kemi ndanë nga gjyshja dhe është vështirë munda, po, e vërtet. Ajo gënjeshtër më ka përcjell me vite, se nuk kemi rrit një frymë që edhe sa do kudo me qenë fëmija i vogël, mi u thonë do një gënjeshtër. Edhe murëm atë udhtim, ka qenë udhtim i tmerrshëm, 7 ditë rrugë me atë autobusi kemi ba. Hy me një kufi, jo nuk i kanë pasaportat, këthen tjetër kufi, pasaj në kufirin tjetër të thënë drejtën ka qenë të merë, tortur, edhe kom pas djalin në gji, edhe gjatë udhtimit më hupi edhe gjini, edhe kur mritëm në Düsseldorf, aq shumë jemi konë të lodhtë, edhe pa hangër dhe pa gjumë. Unë i kom pas qizmet e zeza të shumë të larta, edhe me njëherë na qunë në spital, u lajmërum si refugjat, dhe mi kanë prej me gërshon qizmet, se nuk kom mujt me largu, se kanë qenë të lepituna, 7 ditë nuk i kom nuk i kom hjek prej trupit. Ajtë natë, kur kemi qenë në spital, na kanë nda, se kanë mendu që e kemi ndonjë sëmundje, apo si refugjat kur vjen 7 ditë pa u la, pa u pastru, edhe une nuk kom dash me nda prej fëmive, po ata këtu e kanë një ligj që fëmi duhet të kontrollohen, pastaj duhet prindje dhe krejt, ato 2 orë gjys kontrolës kanë qenë për mu të merë, se thamë na u dajtën fëmijët, i hupa fëmijët, nuk e disha gjuhën, anglisht nuk donin të folnin, edhe Gjermania dhe Eseni kanë qenë, do më thonë, tepër të lodhën me atë valë të refugjatve, dhe nuk dishin edhe vetë të reagojshin. Thjesht ka qenë me të vërtet të merë i madhë, në bas 4 dite, kur na kontroluan dhe e panë që nuk kemi asnjë smundje, na dërguan me një shkollë në Esen. Është akoma sot shkolla mesa? Nuk kam pas kur fuqi me shku në atë shkollë. Nuk e di që është në Esen, edhe është në Alten Esen, dhe ka qenë me 3 kate, edhe neve na dhanë një dhomë klas, ka qenë ajo, me krevata si në ushtri atëherë, kanë qenë me një qebe, me një, i thonim një sungjer i hollë ka qenë, 4 pjata, 4 lugë. Me numrim, gjithçka. Me numrim, çdo gjë. E kemi pas, ka qenë shkolla me 3 kate, kanë qenë përmbi 12 klasë, dhe kemi pas 2 banjo, edhe 2 dushe. Për edhe gjithë një pjesën e kuzhinë godinës. për krejt. Ne kemi qenë ndoshta rreth 70 persona në atë shkollë. Unë kur bënim dush, nuk muj as me paramendu si e kom duru krejt atë, si e kemi kalu ato. Ka duf për shembull shoku me ardh, fëmijët i kom mbyll në dhomë, edhe ka ardh shoku me mu, edhe ka prit derisa kam bë dush. Domethënë edhe drejtat më
vetjake, le të themi që ka dikush, ishte e pamundur të respektoheshit në atë periudhë. A erdhi si raport i diskriminimit nga shoqëria, nga vetë pjesa gjermane, pra në sensin që ishte fluksi i papritur, apo ishin vetë Jo, ishin thjesht, ishin ka qenë një valë e tepërt dhe unë besoj që në atë kohë nuk kanë qenë Gjermant gati për këtë. Vetë fakti kër më kujtohet kur e kemi lexuar na çka do me thonë vendi demokratik. Une nuk kemi qenë në një vend si Gjermania, se emigrimi për neve, për familjen teme, personalisht nuk ka ardhur kur në shprehje. Unë e kom qenë fëmiu i parë që kam emigruar, dhimbja e parë, nipat e parë që kanë emigruar. Edhe ti ishe edhe gëzimi i parë i mos e pritur i familjes. Po. Kështu që në libra kur lexonim në shkollë për vetë faktin çka do me thonë një shtet i demokrat, unë ato nuk e kom përjetu këtu në Gjermani, se thojsha nëse ka qenë shtet demokrat, nëse je shtet demokrat, si futi njerëzit në për shkolla, si ne nuk kemi pas drejta, për shembull, për drejt pune 10 vite me radhë. Edhe te kjo pika do dilja se është një pjesë tjetër shumë prekse e historisë, pra mbijetesa në Gjermani, vetëm përmes kushteve që ato të kanë detyruar t'i pranosh, pa një rrugëzidhje dytë. Po, pa tjetër. 10 vite pa drejt pune. E kemi pas njoftu, unë edhe shoku kemi pas dëshirë të flakt edhe kemi filluar me njëherë se mbas 9 muje, prej asaj shkolle na kanë vendosur në një hajm, në një shtëpi, ata kanë qenë baraka të holandezëve të Drurit. Por vetë fakti se ka qenë 24 kvadrat dhe unë e kom pas banjon mrenda dhe e kam pas qeshin. Nga çfarë kalove? Wow, thash, o zot, sa mirë, thash, kjo është super. Por aty kemi filluar unë edhe shoku të integrohemi, të fillojmë të mësojmë gjuhën. Kanë qenë një organizat e kishës evangeliste, ku unë tani edhe jetoj aty në atë lagje ku është ajo kish, gjithmonë kanë ardhur një grup nanash dhe janë mundu ta na integrojnë neve me gjuhë, me shoqëri, me dokumente nëse kemi pas nevojë. Edhe unë thjesht fëmijët kanë qenë shumë të vogël edhe shoku ka shku në shkollë, edhe unë mandej kam filluar detyra t'i bëj, kur vike ai prej shkolla, unë i bëjsha me të, së bashku për të pa. Një e di që sa herë që jam zgjuar në mëngjes, e kam lëshuar RTL-in dhe programin e Gjermanisë dhe non-stop programi i Gjermanisë është si mbrapashtesë e shtëpisë teme, gjithmonë kam dëgjuar gjana gjermane, gjuhën gjermane. Një duhet ta ceki kur ka filluar djali i madh të shkon në shkollë, unë e kam vendosur ta blej një fletore dhe t'i bëjmë detyrat së bashku me djalin. Atëherë në atë moshë, djali tash i ka 36 vite dhe sa herë që bëhemi bashkë për ditëlindje, për ndonjë festë, e përmendim ato se ka qenë shumë interesant, atëherë nuk kemi pas mobila, nuk kemi pas celular, kanë qenë celular me numra, nuk kanë qenë dhe thjesht e kam ble fletorën dhe kemi filluar t'i bëjmë detyrat së bashku. Dhe mësusja, e kam pas bisedën me mësusën dhe kam thënë që kishte qenë shumë një ndihmë për mua, nëse njëherë një javë ma kontrolloni fletorën time, do i bëj detyrat me djalin tim së bashku. Dhe atjerë për mashkuj kanë bërë kështu vula të aeroplanit apo të makinave dhe për vajza ka qenë flutra, lule, diçka kështu si për vajza. Dhe sa herë që nuk i bëja detyrat, se nuk i kuptoja të gjitha, vike djali krenar dhe ke mam, mësusja nuk t'ka dhënë asnjë vulë. Unë i kam al vulat, po e din mos ke gajle, se unë do të mundohem ta shpërshtu në dile, t'i bëjmë
korrigjimet dhe unë jam tash mësuesit. Ai me atë bursi, me atë krenari, se unë tash një djalë 6 vjeçar do e mësoj mami të flet. Kjo është në fakt një pikë tjetër, unë e shikoj shumë tek fëmijët e emigrantëve, që thonë ne jemi rritur para kohëve dhe nuk e kemi shijuar fëmijërinë, njëjtë si le të themi adoleshentët e tjerë ose fëmijët e tjerë. Sepse fëmijët e emigrantëve këtu janë detyruar për shkak se kanë kapur gjuhën më shpejt, janë përshtatur më shpejt kushtet e shkollës, të bëhen krah edhe për prindrit, pra shkonin përkthenin, i shoqëronin kudo në për termine dhe në situata që ato kishin. Po unë për këtë arsye nuk kam pas dëshirë të vinë në atë pikë, po në atë pikë. Doje t'isha akoma në rolin e nënës. Unë kom pas dëshirë ta mësoj gjuhën sa më parë dhe të integrohem me kurse, kam shku në shoqata të nanave, ku ka pas me fëmijë, e kam qu djalin në kopsht kur e kom qu, na nuk kemi pas atër makine, kom pas një biciklet që ma ka dhuru një gjermane, dhe e kom bajt djalin në biciklet dhe e kam qu në kopsht. Dhe me nanat e kopshtit, sa herë që ka pas në një mbledhi, edhe pse nuk e disha shumë mirë gjermanishtën, gjithmonë jom taku me nana, kam marrë, jom përfshirë dhe ju kam thonë të gjithve, kemi pas shoqërinë shumë edhe në kish, edhe sa herë që jemi takuar, kam thonë nëse e bëjnë ndonjë gabim, më përmisoni, nuk kam kur farë problemi, edhe nëse është fëmiu i vogël edhe thjesht më përmisoni. Edhe ashtu edhe kam vijuar edhe kam mësuar gjuhën gjermane. Më shumë kom pas kontakte me gjerman se me shqiptar. Ndoshta ndonjëherë ka pas si jemi na shqiptarët rrethi, wow, s'qen, nuk don të shoqërohet, nuk ka qenë puna e shoqërimit, ka qenë thjesht puna e integrimit, se kam pas dëshirë të arrij më shumë dhe të pik e si e the edhe ti përpara, nuk kam pas dëshirë që djalë jem të vjen të mjeku dhe të më përkthen. Të bëj prind për të praktikisht. Jo, unë ato nuk e kom pas dëshirë. Shkojmë tek një moment tjetër që kur ma ke treguar në fillim është ai efekti kohës, ose të paktën unë që përballem çdo ditë me situatat ligjore e di sa shokuese është momenti kur ty të vendosin një afat 2 orësh për të lënë gjithçka çfarë ti luftove për të ardhur. Pra gjithë sakrificat që ti kalove deri tani, dhe në mesnat, një trokitje nder dhe një afat 2 orësh për të lënë shtëpinë. Si lindi? Ne duhet ta ceki se drejta që nuk i keni pas për me punu, unë dhe shoku dhe një familje gjermane që i kam pas si prind, e kemi padit zyrën e punësimit për me marrë lejen për të punuar. Deri në i thuani... Se në atë ko kanë qenë po kanë qenë e para, grad parë, grad 2, grad 3, dhe në seancën e tretë, ku ma dhanë lejen për pastruse. Do me thonë dokumentet e mia, diploman si kontabiliste, si ofiqare, krejt, ato krejt kanë ranë ujë. Thjesht ma kanë dhanë lejen për me punu si pastruse. Dhe unë e fillova të punoj si pastruse në spital të Esenit dhe pasi e dija gjuhën, më futën në repart intenziv. Aty mund të them që kam pas 27 kg. Çdo mëngjes kam vjell, kam shku kam punuar 4 orë dhe jam kthy në shtëpi. Se ka qenë një punë tepër e vështirë. Edhe unë kam luftuar për me marrë një leje të punës për të punuar. Mbasi kam qenë kontabiliste, mendoja ndoshta mund të më lajnë të punoj si shitse. Por prap unë dëshiroja t'i tregoja shtetit që unë dua të punoj. Nuk është problem edhe si pastrus, edhe pse e kam pas shumë problem. Edhe mandej, mbasi e morëm lejen e punës, shoku e hapëm edhe një firmë me një person gjerman për përmbajtjen e kopshteve. Edhe
aty filluam të punojmë dhe u siguruam në një situatë se tham, mbasi tani filluam, se gjithmonë ishte ajo të punojmë dhe i marrim vendqëndrimin. Po, për fat të keq, ne pushimet nuk kemi mujt mi ba jashtë vendit dhe i bënëm pushimet, i kishim pushimet si shoku, si fëmijët edhe unë, edhe shkuam për 2 javë në Kellenhusen në Gjermani, në det. Dhe u këthijem ishte e djele. Të hanën në mëngjes, në orën 4 të mëngjesit. Kanë trokit në derë 2 persona, kanë qenë një grua dhe një burr. Edhe unë i thash shokut se na jetojmë në një banesë të kishës ku ka dhe pleq. Edhe thash, hape dirën se ndoshta është dikush që ka nevojë për ndihmë. Edhe shoku e shiqoj aty, tha, nuk po i njoh këta 2 persona. Edhe ata e panë që e shiqoj shoku, mandej pak edhe me më forcë, më të madhe, i mshuan derës. Dhe shoku tha, do e hapje, thash, po hape. Në atë moment, une nuk e di sa kanë qenë përmi se 9 persona të veshur me rrobat të zeza, me mbrojtje, me qenë, edhe kanë hyrë brenda dhe kanë filluar vetëm t'i mbyllin dritaret, edhe kanë marrë shokun, e kanë lidhë në pranga, e kanë futur kështu në mur, edhe fëmijët kanë qenë në gjumë, ne krejt kemi qenë prej gjumit, thjesht janë zgjuar dhe fëmija kemi pas edhe një qenë, ai ka fillu me ulurit, e di si sot më kujtohet, pleqt të na thojnë kur ulurit kështu një qenë, është një lajm shumë i keq, o do vdes dikush, o po do bët ndonjë tërmet, apo kështu. Edhe djem t'u qunë prej gjumit edhe çka po ndodh mam, thash, unë e fillova me qajt se ka qenë tepër një moment, o sa vite se kom përmend këtë moment. Më falë që po detyroj ta rikujtosh, por unë gjithashtu ndihem e nderuar që ti kujton dhe je motiv për njerëzit që sot kanë shumë lukse dhe nuk arrin t'i vlerësojnë këto situata. Thjesht më tha kryesori i policisë i keni vetëm 2 orë për t'i paketuar valigjet, për secilin person ka një valigje. Pa shpjegime, pa çfarë ke bërë ti dhe familja jote për qëndruar? Jo, unë vetëm pyeta, thash, a bën vetëm me ditë kemi bën ndonjë krim, apo çka është kjo? Jo, tha, thjesht ka ardhur urdhri, tha, lufta është kryer në Kosovë dhe ju do të ktheheni të gjithë. Thash, po mirë, po neve nuk e kemi marrë asnjë letër, asnjë lajm, asnjë shkresë, asgjë, thash. Po tha, po pikërisht për këtë. Tha se shumicën e rasteve që ju i kena thënë njerëzve, kanë ikur dhe nuk kemi mund t'i kapim. Kanë shku mandej në shtete tjera. Po thash, po mirë, po thash, ju i dalloni familjet, thash, na jemi të punu, fëmijët janë në shkollë, jemi të integruar, fëmija janë në futball, burin e kom trener, kemi firmë, kemi gjitha. Tha, si tha ju e keni firmën? U çuditën edhe ata. Për drejtën e punës, sa struktura kishit aplikuar? Po thash, ju e dini, thash, kur e merrni, thash, një familje, thash, nuk i kontrolloni, thash, gjitha data, thash, ku shkoni mi marrë një familje? Edhe ata aty u shtangun, edhe filluan njëri me tjetri me bisedu, po prap si prap mua më urdhëruan që të palohem. Edhe u ktheva dhe këto ja u kom thënë, thash, mund të më tregoni si mundet të palohet në një valigje, një jetë që e kemi krijuar 10 vjeçare, edhe të lutem për 2 orë. Çka mundem une për 10 vite me fut në atë valigje? A mund është tash me mu përgjigj? A ti ju mushën edhe sytë lotë se ka dhe njerëz nërmet
njerëzve se edhe ata e kanë atë punë, që Janë urdhra që punojnë, në janë fund urdhra. ditës ato duhet ndiqnin. E tha, më vjen shumë keq, tha, po e kemi urdhrën prej naltit, tha, nuk kam përgjigje për këtë pyetje tënde. Edhe unë e di që në valigje, unë kur kom fut senën në valigje, nuk e di edhe çka kom fut në atë valigje. Unë e di që vetëm kur jom vesh, ka qenë 15 gushti, unë e kom vesh një qizme edhe një papuqe, kur kom hym kerr. Se nuk kom di çka po mbathi, nuk kom di çka po mbathi. Njëra çka sot e përkujtoj me dhimbje është se djali madh vetëm ka pyet mami, a munde me marrë qenin me veti? Se ai ishte antar i familjes. Edhe unë e pyeta policin, ai tha jo, ai tha do t'jetë në kantinë këtu dhe do të mundoheni mi pyet nëse keni familjar apo diken që ja u çon mandej qenin në Prishtinë. Thash, unë e kom drejt një thirrje, thash, bën ta bëj një thirrje? Tha, po, bën ta bëj një thirrje. E thirrëm advokatin, normal, është 4 e mëngjesit, nuk e ka hap dot advokati. Kështu që na kemi hyrë në makinë. Dhe unë nisët për Kosovë. Edhe nuk jemi nisë për Kosovë, po jemi nisë për Zyrën, se ata u friguan aty se thanë, masi e keni firmën, ndoshta kemi borxhe. Dhe nuk mundëm të kthehem gjithë. Bënën disa telefonata në zyre të hujve, dhe neve na thanë ne do të shkojmë në zyrën e hujve, ose mbërde, dhe do ta shiqojmë çka është puna atje. Dhe kur shkuam atje, mbas 1 orë e gjys thirrje, erdh mandej edhe partneri i firmës tonë, erdh mandej edhe kjo familja gjermane, erdh pastori, erdhën u mbush aty në zyrën e huj përmi 20 vet. Kam pas shoqe që kanë qenë SPD në politik, e kanë thirrë edhe Oberbürgermeister, do me thonë kryetarin e qytetit, ata na kanë njoft neve familjarisht, kanë thirrë drejtorin e shkollave të fëmijëve, e kena thirrë edhe kryetarin e sportit ku kanë lujt fëmijët sport. Po them kanë qenë janë 20 vjet që janë mbledh aty. Dhe e prunën vendimin që unë dhe fëmija të fluturojmë, e shokët të mbetët, derisa ti barazojmë bankat dhe llogaritë bankare. Po prapse nuk ishin të vendosur edhe më atë vendim, dhe mdejtëm edhe një orë aty, dhe vetëm i pa djali i valigjet që po i zbrasshin prej makine. Tha, mam, valigjet i zbrazën, tha, ne tha nuk do të fluturojmë, po m'duket. Edhe nuk kom dit asqysh mu gëzu, ta thom të drejtën, se dul mandej drejtori i zyrës, edhe tha, ne tha kemi vendosur që ju të rini komplet si familje për 2 javë, dhe të nënshkruheni që do të lëshoni Gjermaninë vullnetarisht dhe pagesa do t'i bëni vetë. Dhe edhe të largimit? Edhe të largimit. Edhe na u nënshkruam, edhe tham, vetëm mos na ndajnë, vetëm t'jemi komplet. Po në atë moment, gjithë ata antartë që kanë qenë aty, ata dashamir, ata shok dhe shoqëri që e kemi pas, u gëzuan më tepër se na, se thanë këto nuk do të lejojmë, kjo nuk do të ndodhë, jo nuk do të shkoni. Dhe prej ati momenti për 2 javë ditë ata bën organizime, bën peticione, thirrën televizione, kemi bë inqizime në radio, në televizion, dhe kanë qenë edhe atëherë Velën, do me thonë politika ka qenë, kjo ka qenë viti 2000, dhe në Porsche Platz, në Essen, kanë ardhë Gryne kanë qenë atëherë të Gjelbertit. Partia Gjelbert. Edhe ka qenë Berbel Hën, ka qenë ministrja e turizmit dhe e të huajve. Edhe aty kanë ardhë
shkolla e djalit vogël, shkolla e madhe, kanë qenë përmi 300 vetë të lidhur me pranga, me parolla, familja Gashi duhet të ndalet këtu, ne nuk lejojmë familja Gashi që të kthehet. Dhe mund të them në ato momente, ato kanë qenë, unë e thësha edhe mu këthish s'ka lidhje, vetëm le ta dëgjojnë zërin që nuk është e drejtë nëse jeni vend demokratik, ta merrni një familje që është e integruar me gjitha, dhe ta futni në aeroplan dhe ta ktheni. Po ka qenë një ndjenje që nuk muj me përshkru, tepër, një kurajo, një farë. Praktikisht e gjithë sfida që ti kalove në shoqëri u përshtat, aty u shpërblye gjithçka. Po. Edhe aty vendosën, Berbel Hën e mur peticionin e tha, unë e tha, do të personalisht Bundestag do ta nis këtë punë. Edhe ajo e filloi, ajo edhe e mbaroi, edhe e dërgoi letrën, tha që na duhet të bëjmë bashkim familjar, se na jemi ardhur ilegal, të kthehen në Kosovë dhe ta bëjmë bashkimin familjar dhe të vim legal. Po unë prap nuk ju besoja. Unë e thash do e marr vetëm me kamerman do shkojnë, ne nuk ishim ambasadë në Kosovë, ambasada ishte në Shkup. Edhe ata thanë, po ta marrim në Shkup, atëherë, e disin jemi shqiptarët ne, po të kthyen një herë, kur nuk të kthehesh, nuk kthehesh. Edhe unë e thash, i thash edhe drejtorit të zyrës huaj, thash, ne do të shkojmë, vetëm me një kusht nëse vjen një kamerman edhe një reporter me neve. Edhe ashtu edhe shkum. Me një kamerman? Me një kamerman edhe me një reporter. Edhe na e kemi pas një letër e dinësine për pralla me atë vullën e kuqe që mbyllet kështu me qiri. Që duhet të hapësh vetëm ambasadë. Po, ajo ka qenë diçka, wow! Që çfarë është brenda letrës, çfarë do dali pastaj. Po, jo, thash unë e thash pa, nuk nisëm. Po, këtu dua ta ceki, kjo ka qenë hera e parë, mas 10 vite, që preke Kosovën. Unë jam ardhur në Kosovë, po që jam shku në Kosovë. Si gjete njerëzim në Kosovë, të udhë? Kur më kujtohet, kur jam hy në banesë, krejt kanë qenë aty. Dajt, tezet, kur e ka hap mami derën, unë i haman tijat shumë që i bën mami. Edhe më ka ardha jo aroma. E shpes. Edhe më ka rat ligë. Jam pak. Për disa sekonda e kam hub vetën. Edhe gjithë janë gëzu normal, edhe unë edhe gjithë fëmit kanë qenë pak si të humbur, se gjitha ato përqafime, ato puthje. Nga distanca shoqërore, kulturën tonë shqiptare që kemi shumë breza. Tepër emocione. Edhe ta them drejtën, hala i vike era Prishtinës tëm. Lufte. Si më përpara. Edhe, po une, zot. Kemi nejt vetëm 11 ditë. Në Kosovë. Në Kosovë, për mi marë bashkimin familjar. Edhe, më në fund edhe i morëm, edhe u këthym. Edhe kur u këthym, drejtori i zyrës huaj tha, unë ja u kam dhanë vizën për 3 muaj, tha, pse nuk e shfrytzuat? Thash ta them të drejtën, thash, edhe atje jom një e huj. Në vendin tënd? Po. A vlen ajo shprehja që neve na thon shpesh, frika e më e madhe e një emigranti është faza kur je i huj për të dyja vendet? Po. Normal në familje, jo. Absolutë. Aty është pjesa më e paprekshme e individit. Por në qytet edhe ishe shkatruar pas lufte, edhe, do më thonë, ardhmëria për fëmijët e mi aty në nivel nër zero. Se shpesher kur vishin si shoqëria apo familjarët, pse nuk rinë? Tash është kryer lufta, pse nuk rinë? Nuk e kom pa
se jo që i kam humbur vjetë e mija, rinin teme e kam humbur kështu ashtu, po për fëmijët, se sakrifica ma e madhe që kemi bon edhe shoku im, janë që fëmijët me arrit aty ku kanë arrit sot, edhe ku mburen dhe jam krenare ku kanë arrit, se... Që i ke mos e të arrirë dhe mos e krenar për gjithë shoqërinë. Paktën ne që në ajsa njofim dhe në ajsa jemi të informuar. Unë tua dalë tek një pikë tjetër që mua kalon impres shumë qartë, sidomos për ato njerëz që tentojnë gjë justifikime. Ti në moshën 52 vjeçare vendosen ndiqë përsëri ëndrrën tënde. Domethënë shkatrua në ëndrat për 10 vite, një torturë emocionale, kthimi, largimi, riardhje, por ti nuk hoqë kur dorë nga ëndra e arsimit. Në moshën 52 vjeçare vendoset studioj avans në Gjermani. Po. E kam marrë këtë vendim me kurajo të fëmijëve dhe të shokut. Se ka qenë me të vërtet një 3 ditë mendime, do e bëj, do arri, do mundem, do s'mundem. Por them se familja është mbështetësja dhe shtylla më e madhe e jetës time. Se vetë fjala kur fëmia afro dhe thot mam, unë e di që ti kime arrit edhe kime përfundu, edhe kemi me qenë krenare me ty. Ka pas ditë kur kam pas provime që kam mësuar tër natën dhe mëngjes e kom thirr djalin edhe kam thonë, nuk kam kur gjama, krejt janë fshi, nuk kujtohem asgjë më. Mami qetëso, të lutam. Mos lexo më, më kanë dhënë edhe këshilla si ta bëj dhe si ta arri. Ka qenë, ato 2 vjet e gjys kanë qenë jetës, kanë qenë, s'dita përshkruaj qaq bukur ka qenë se edhe truri ka fillu në mënyrë tjetër të rifreskohet. Po. Nuk vlen më ajo shpreha është vonë, pra nuk ishte kur njeriu vonë për bërë diçka. Sidomos ëndrat një herë. Asesi. E kam marrë diplomën për biro asistente, por prapë se prapë nuk e kam gjetë atë punë që kam mendu, unë e kam kryer atë shkollë dhe kam mendu që bëm biro asistente, me atë qëllim edhe e kam kryer, por e kam regjistru, do të thonë, e kam hapur një firmë të vogël si përkthyese, se ajo më ka ndihmuar, se po nuk ke ndonjë shkollë në Gjermani, nuk mund të bësh ndonjë drejtim çka ke dëshirë. Unë jam shumë sociale, jam shumë e dashtun, tash për vetë të flas kështu, jam një person që i dua njerëzit rreth meje. Njerëzit pozitiv. Gjithmonë. Që njefin edhe pozitivitet. Gjithmonë. Dhe kur jam lajmëruar ta hapi firmën e përkthimeve, kam thonë që dua të përkthej në 4 gjuhë. Përkthej në gjuhë serbo-kroate, bosnjake, do me thonë serbe, kroate, bosnjake dhe shqiptare. Aty më shiqoj ajo në zyre që i punojke dhe më tha, po ke tha ndonjë shkollë të kryer këtu? Thash po, sa po kom diplomuar, e kam si biro asistente. E po, ti e gjithmonë kontakti im bazik, pra unë flas edhe në punën time, gjithmonë kur shqiptari këtu ka një problematikë, e di që shoqërosja më e mirë dhe e drejtë, sepse në realitet ne kemi parë dhe këto rastet kur kanë kooperuar në anën e kundërt, pra dhe kanë ndikuar tek dokumentacioni i individit, pra në përkthim përkthyesit zakonisht. Flasim para shumë vitesh. Në rastin tënd, vlerësoj shumë dhe të falenderoj shumë që po bën një punë të përkryer me komunitetin tonë shqiptar. Dhe do dilja gjithashtu dhe tek ajo pjesa që dikur ty shqiptarët, ishte ajo pjesa e distancës, jo afrimitetit, sepse po përshtatesh me shoqërinë gjermane, po sot ato duhet dinë që ti ke një kurs kërcimi, ke bërë një luftë madhe dhe mbaj mend që nga hapat e para që vetëm tregojnë identitetin tonë, dhe vetëm të flitej shqip, të kërcej shqip, të tregoshin traditat tona, ku edhe unë mezi kam pritur që ta bëj dhe t'isha pjesëmarrëse aty. Ishte, nuk e kam besuar, kur nga shkollat më të rëndësishme të Esenit, unë pash valle shqiptare. Dhe kjo ishte vetëm falte dhe kënguljes tënde.
Po, edhe këto dua ta tregoj se faktikisht në Volkshochschule, për me dhënë një kurs, duhet ta kesh edhe ti si docente, ta kish kryer ndonjë shkollë të vallëzimit, apo të këndimit, apo une me plot krenari dhe besim të plot, kam shkuar te drejtoresha dhe kam thonë, unë dua ta hapi një kurs vallëzimi. Dhe kemi biseduar kështu bisedë të lirë si tani si pe bojmë ne, dhe ajo tha, po, tha, mi tregon, tha, kvalifikimet e tua? Thash, unë e kvalifikim nuk kam të vallëzimit, e kom pasion, dhe kam vallëzuar si adoleshente në Bajramçur, në Prishtinë, por ndonjë diplom nuk e kam. Edhe ajo më shiqoi, tha, e di çka, tha, aura jote, tha, më pëlqen, tha, dhe dua ta jap një shans, tha, që ta bësh, tha, këto. Dhe çka është më e mira, është që edhe një docente e Gladbekut në Volkshochschule, e kam pasur javën e kaluar me bisedën, do e hapi prej 17 tetorit edhe atje një kurs. Tani kemi 2 kurse, kemi një në Essen, Volkshochschule, dhe një në Gladbeck. E përgëzoj shumë dhe absolutisht uroj shumë suksese. Në rast se dikush do kalonte çfarë ti ke kaluar sot, dhe gjithë sfidat që ti ke kaluar bashkë me familjen, çfarë mesazhi do t'i jepje që do doje dikush që ta kishte dhënë atë periudhë? Një mesazh le themi për botën, për shoqërinë. Mesazh për botën. Mos me hub besimin në vetvete. Dhe dashurinë që e ki për një sukses, mos me hek kur dorë. Edhe mos mi thonë vetës se nuk ja arri. Do me thonë, vetbesimi duhet me qenë epiqendra e mendjes edhe zemrës tënde. Nëse ki vetbesim në vetë vete, atër çdo gjë mundesh me mbri. Pyetja që do jetë përmbyllse, më mirë këtu apo në Kosovë? Sa i përket familjes dhe fëmijëve dhe arritjes që kanë mbri fëmija, edhe unë, me gjithë shokun, normal që sukseset janë këtu më të mira dhe arritja në qëllimin që e kemi pasë e kemi arrit. Sa i përket zemrës dhe shpirtit, është Kosova. Po. A do rikthehesh në Kosovë në një pikë tjetës? Jo. Në thënë do plagëm në Gjermanile. Une kom kriju familjen këtu, edhe une kom sakrifiku për këtë familje. Tani jam gjyshe, e 4 fish, kam nipa, kam besa, dhe nuk muj me paramendu jetën larg atyre, dhe s'kisha pas dëshirë, fëmiu im, se e kemi pas një pyetje aty, çka nuk kishe pas dëshirë kur që fëmiu yt. Fëmiu jem s'kisha pas dëshirë kur të ndahet prej familjes. Familja është, do me thonë, dashuria familjare është ajo epiqendra që unë s'kisha pas dëshirë asnjë me përjetu më atë dhimbje të ndarjes prej familjarëve, dhe mos mi pa për vite e vite, ku e din ne se si jemi ne të lidhur me familjarët, me prind, është tepër e rëndë. Teuta, unë falenderoj shumë. Për mua është gjithmonë kënaqësi të ridëgjoj, gjithmonë, dhe t'jesh e sigurt që do jem gjithmonë pjesëmarrëse në çdo ide që do kesh për identitetin tonë dhe për rrënjët tona shqiptare. Dhe kushdo që do e dëgjoj këtë, në rast se do ketë nevojë për ndihmën tënde ose do doj të kontriboj, jam shumë sigurt që je vetëm një telefonat larg. Faleminderit shumë edhe juve për thirrjen. Dhe të mirëpresim absolutisht me shumë, se e di që ke shumë për treguar edhe herë tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.